jeton të ato, her pas here e shkrute nga një vjesh për tito nëse për diçka kështu, edhe i qetëson të ata të tjerët dhe ata që e përkranin, për shembull sikur që ishte Fadili e të tjerë, ata kishin një material që thonë, jo, e Sati nuk është siç po doni ju ta paraqitni që është ndaj fa nacionalistja në këtë politik. Garant këta se kanë lexuar shumë me Satin, ta politikanët e asaj kohe. Po shiko, Fadili po. Me Fadilin e Sati ka pas kontakte, sepse Fadili ka qenë një prej atyre të cilët është munduar në kushtet edhe rrethonat jashtëzakonisht vështira të nxjerrte përfitime për kopin e vet. Domethënë Fadili nuk e kishte nxon bakllava. Për dallim prej të tjerëve. Me Ali Shukriu të Sinan Hasanit. Kol Shiroka e tjera. Domethënë ky kishte një dallim. Fadili dinte, ka qenë mjeshtër, dinte për shembull të mëshante mua në përmitigje. Kush është Adem Demaçi? Kush është një Adem Demaçi? Se një askatuni vetë Adem Demaçi. Kurse mbledhjet interne në Serbi e në Jugosllavi, në ato komitetet e tyre, thonë të shikoni, po nuk i bën këto lëshime, po si lejum flamurin, po si lejum shkollat, po si lejum universitetet e tjera, shkuan populli me Adem Demaçi. Kështu ishin muhabetet e tij interne. Kështu që shumë njerëz që nuk shishin shumë larg, e shonin Fadilin. Qysh po na shon Ademin, qysh po e shon Rinin e fortë pjetan dhe. Mirë, po kjo ishte ajo, ai çmimi i nevojshëm për të qenë në gjendje të vazhdonte dhe të bënte diçka. E tash po e sjell punën te ata intelektualë, te gazetarët që thua ti. Gjithë ata gazetarë që ishin talentuar edhe kuptonin, dinin të orientoheshin në kohë dhe në hapësirë. Dinin me çfarë regjimi kishin punë. Dinin të pështillnin gjithmonë shkrimet e veta me fletë plot. Dhe kjo ishte ajo që jepte fryte shumë më të mëdha se sa të shkruash një shkrim e të biesh në burg. Të shkruash një shkrim edhe ta ndalojnë pastaj mos e botojnë as ti shkrimtarën e tjerë, sepse krejt ishin duhur të regjimistëve, krejt ishin duhur të sigurimtarëve. Kështu që nuk ka qenë punë e lehtë ajo kohë. Janë numëruar gishta ata gazetarë ose ata intelektualë që kanë ditur të veprojnë në kushtet e rrethona të caktuara të tiste, të cilat ishin jashtëzakonisht rrezikshme. Titoja kishte fituar një parareoli në botën perëndimore që është më demokrate, më liberale, më... Edhe të na, këzëshme. Edhe të na u mashtruar. Që në i ka jo konga, Marshalltita në Kollit Kuq. Po, në Kollit Bardhe. Anë të Bardhe. U Gurolla për shqiptare, tjera. Edhe në të Kuqin e këna ishin da. Nuk ishte, do më thonë, si që thash në fillim, me nivelin shumë tullë politik, popullit tonë, nuk ishte vështirë të manipuloje. Dhe detyra e intelektualve, si shifti Esat Mekulit, besa kur e pa sve çfarë ndodhi se sa kishte qenë i mashtruar edhe i Sulejmonit. Këta ishin ata që neve edhe na mlidhnin rreth vetes, na jepnin hapësirë, për shembull të mos ishte Esati, tregimi kthimi s'do të mbotohemi. E çova në rilindje, ishte Ymer Pula drejtori i rilindjes. Edhe Ymer Pula e pa të kuptuar se sa është sahati e çka po ndodhe tjera. Mirë, po nuk guxoj ta botonte. Thirrën zyre tha, Adem na tha zguxojmë ta botojmë këtë tregim. Unë e mora tregimin prej rilindjes e çova drejt jetën e re. Edhe Sati e botoi pik për pik ashtu si e kisha shkruar. Edhe pse ti ka kuptuar rrotullat, a? Kishte kuptuar rrotullat.